Punoj kur gjo, jam nërës social, so merë kërkush më. Ty ta kanë thët sociali validor, 8 antarë familje, po 8 antarë me qëto dur, me hekra, me qësisa. Zotën ballështirë, ballështirë. Një farë gjysë rogë, apet njeri më një del. Ka po shonë edhe kometa dhe pa bukë. Socialin e marrë 200 euro. Që ata 200 euro ka do më shkyt. Po një sy e kam humbur në. Së të marrin, se tutën mës po bjena, nuk shë mira, aty është problemi. A punon? Për momentin nuk punoj kur gjo, jam nërës social, kushtet janë, nuk i kam fart kushtet mira, puna që so merë kërkush më punë. Sa së të merë? Se puna që jam i farë invalidor, sa herë shkoj në përbau shtela, më pranu më punë, thët ju, thët ty nuk murë, ty ta kanë thët sociali invalidor, më konë s'di sa herë, s'ma kanë marë, jetoj i moj 8 antarë familje, po 8 antarë me qëto dur, i moj, dalë punoj, me hekra, me qësisane punoj, ka pak edhe me qatë social, kur gjë Sa tjetër. mund është me dollë 8 antarë të familjes me majtë? Pasha zotën ballështirë. Puna si për shembull, me pa pas edhe dikun një farë pak mundësi, një farë gjysë rogë, apet njeri më një del. Apo kupton? Po, qështut, problem. Sa ki pas shtirë jetën tonë me këto sprova që ki pas shtira një? Shumë kam pas, shumë. Cila ka sprova ma shtirë jetën tonë? Jetën time u konë se ka pas shonë edhe kometa dhe pa bukë. Ka pas mundësi se komet. Pse? Me një social, ti i merë për shembull socialin e marrë 200 euro. Që ata 200 euro ka do më shkyt. I kam 5.000. 5.000 ata dojnë me hongër me pi. Edhe shkoj marrë harq, ku që kanë marrë harq, tybe pras 2 javë dit nuk dolin në të pare. Edhe në fund se në fund të apet, Parinda i kje qallë? njani ka shku, faleminderit shumë, prindim ka shku, e kam nanën, edhe aja e merë një penzion, po asaj si dalin për hapat veta. A ka dojnë erë fëmija me të kërku diqka dhe më së mut, mja plëcu dëshiren si print? Edhe i balë shtiro, ka pas mundësi. Ka pas mundësi edhe e më ka ndonë. Që shëni si printi? Edhe i keq, për stepën. Në zemër jëmë dje, si kur me kapë zemërën temë edhe ma hekë edhe me gjuhë. Po, qa me bo? Kjo është jeta. Kjo është jeta, do të më pajtu. A mënën që njërës e drejt këtë jetë sprovohen? Ata drejtit sprovohen gjithmonë. Ata që janë drejt, e ata që mënuan me mojtë familje, ata sprovohen. Po aty në vësi u besën kërkush. Ajo është e vërteta. Sa të kanë bëtë forë si person ty? Këto heka, këto sprova një që ki pas. O dof më më bërbojt. S'kam pas qare. O dof. Se thëmija është një sen që me pas, po kësi ki e me tali po shumë keq. Prindi e përjeton ato ma shtë. Vish prindi përjeton. Po, qa me bo? Këtë penzioni invalidor që e marrë ti, a ki qenë punë të punu që dhe më tonë? Jo, po jem shku, ka pas mundësi si kom hargjit 150 euro, po është e përpjet, edhe në fund jem shku kanë thonë, jo zbën, jo ti mund është për punu, ko jem shku, thash okej, jem shku, edhe më shku një bëjë shtel, si s'po këti që tu është, shijet kja, jem shku, si më kanë po ka thonë ja, ti si jafë për punu. Sa të kanë thonë ty si jafë me punu? Puna si, Ti e mirë, apo? po një sy e kam humbur në. Po nuk ka lidhje kjo. Kemi shumë njerëz që me një sy punojnë. Së të marrin, se tutën mës po bjena, nuk shë mira,
Aty është problemi. A ki nga fëmijëria me këtë njerin si që? Po, Me lindje. po mu më kanë vra, kjo më kanë i vogël, 2 vjetë e gjys, ka ndodhë kjo punë, ku i këm pas 2 vjetë e gjys. Edhe s'kam pas kushtre, Kuptoj, është vështirë. shtirë, s'kam pas kushtre, atëra jo metë që shtët. A sa të ka brengos ky fakt që ti kanë bë me një anë të kanë bullëzu mu një Po. keq edhe në punë të kanë marrë. Ball. A keni vetin Po, shumë keq? jam shku të kesh, jam dollë të kajt. Edhe jam shku i këm kapë thmini, këm përqafu. Kur më kanë puth atëre, më kanë shnosh pak. Jenë orë të më puthë, të më bëhe. Hajtë se bëhet mirë. Unë e kam djalin, e kam dikon 8 vjetë, Një gjatë. faleminderit. Vajzën e dytë e kam 7 vjetë. Tretën në vajzë e kam 6 vjetë. Dytën e katëtën e kam 2 vjetë e gjys. Po, qa me bëm? Pa që me gjatë me që është dhurata ma e madhe që ti je prind i 5 fëmijëve. Kjo është ma e mira. Edhe une e kësha bo një propozim, aj se i varë fëmatina dhe të një mojnë. Më shkoj me një mu pasonikit. Edhe aj si ka 3-4 mjerë e i ka milionat, po do të më shku në për shpi jam ja këshyrë kushtet. E minimum që të më. A të kanë ndihmu dikush? Nga familja, nga njerëz? Nga rrethi? Po, më kanë nimu ato se kom pas rreth, po, më kanë nimu ka pak, sa mja dal, sa me mënujt mja dal. Se për shamull, tash, për shamull, do të me na nimu. Ja me na qitë nejtë unë, ja nejtë di shka, po, nuk të vetë kërkush. Qysh i ki halët, e qaj ki halët, pas me hongër mi spate, po kuj. Unë kësha tash një thirrje që bëj gjithë ndjekësve të historiqjetës, të gjithë njerëzve të vullnetit mirë, sidomos ti tha je i gatshëm me punu, nëse ty ta ofron një punë, ndjekësit tanë të historiqjetës, kemi ndihmuar shumë familje, shumë njerëz, a kishe qenë i gatshëm me punu? Cilat punë kishe mund me punu? Po, vallojnë, vish mi rrit që ta thmi, mi rrit edhe në WC kisha punu, nuk është problem për mu. Vish mi pat lumë do që ta thmi, se unë kam hek vetë. Si thmi kam hek, s'kom pas unë patike, s'kom pas me madhë, kom hec edhe datë. Po s'kom qef thmija jam me ndodhe se sama. Se është një ndjenë, ku s'ki që i bënë thmi stanë, është një ndjenë, është katastrofë është. Shpresoj që të kontaktojnë njerëz gjithë ndjekësit e historitjetës, ata që kanë nevojë të punsojnë dikon, si rastin tonë. Inshallah, Edhe të faleminderit. mos bëjnë dallime. Inshallah. Shpresoj shumë që do të dalë dikush në ndihmë. Ka njerëzit mirë, ka, është e vërtetë se ka. Pa ata që e kanë zemrën e mirë janë të pakti. Edhe nuk i din, pa ata tjetër kush ju bën atyve mashtrime. Se ata me të vërtetë e kanë zemrën e mirë, po tjetër kush i bën mashtrime nuk i quajnë parë të fukaraja, po i quajnë aty ku s'do. Unë ty të përshëndes, të uroj më të mirat në jetë. Faleminderit Të uroj vetëm shëndet, gëzime, edhe shpresoj që historitjetës të ndalë ndihmë, të lajmëro dikush dhe t'u gjetë paktën një punë që mundesh me bë. Inshallah. Pse jo dhe ndihmë, do një ndihmë që për fëmijët që ju duhet. Po, pse ju, faleminderit shumë. Shëndet e gëzime, Faleminderit. për të mira. Për çdo të Shpresoj që mirë. kena mu taku me një lajm të mirë. Inshallah, faleminderit shumë.